Hoxh, mund ta përmendësh pra mirësinë e vazhdimit të vepra të mirë, ta tregosh pak? Së pari, do të kemi lidhje të vazhdueshme me Zotin. Marrëdhënia me Zotin do të vazhdojë. Robi duhet të ndërpresë marrëdhënien me Zotin. Allahu do të vazhdojë të jap mirësi robit për sa kohë që robi nuk e ndërpret ibadetin, adhurimin. Fa wallahi la yamalla Allahu hatta tamallu. Çu përmendet në hadith. Që namazi është lidhje me Zotin. Nëse ju lë namazin, e ka ndërprerë lidhjen me Allahun subhanahu wa taala. Është bashkëbisedim me Allahun. A nuk duam që të bashkëbisedojmë me Zotin? Namazi konsiderohet bashkëbisedim me Allahun. Siç ka thënë Allahu i lartësuar në një hadith qudsi, qad qasamtu salata baini wa baina abdi. E dyta, s'duhet të jemi të kujdesur. Allahu thotë: "Wala takum min al-ghafilin", mos u bëj për njerëz të kujdesur. Njëri që nuk e ka mendje ka adhurimi, që nuk përqendrohet tek adhurimi i Allahut të lartësuar, atëherë do merret me vese, me punë të këqija, me probleme. Do të angazhojmë veten me vepra të mira që të mos merremi me punë të këqija. E treta, fitojmë dashurinë e Allahut, do e përmenda pak më përpara. Inna Allahu yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i do ata që pastrohen falë namaz. Allahu i do ata që bëjnë tobe, që qëndrojnë larg gjunave, bëjnë tobe, bëjnë kthesë. E katërta, Allahu i lartësuar na shpëton nga vështirësitë, sepse ata që kryejnë adhurim Zotit në vazhdimsi janë dashurit e Zotit. Ata janë të afruar tek Allahu dhe ata i shpëton Allahu i lartësuar nga vështirësitë. Prandaj nëse duam që Allahu të jetë me ne, që Allahu të na ruaj nga të këqijat, që Allahu të na shpëtojë nga situatat e rënda, le të bëjmë adhurim, të bëjmë vepra të mira në vazhdimsi. Ihfazillah yahfazuk, ruaj Allahun që Allahu të ruajë ty. Ihfazillah tajidhu tujahik, ruaj Allahun që Allahu të jetë me ty, të jetë para teje. Të jetë me ty pra me ndihmën e tij. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shidda." Kujtoje Allahun kur ke me bolla, kur je mirë, që Allahu të kujtojë ty kur ti je në vështirësi. Njihe Zotin, kujtoje Allahun kur je mirë, që Allahu të kujtojë kur të jesh në vështirësi. Një njeri që bën adhurime në vazhdimsi është i pastër nga hipokrizia. Fal namazin rregullisht, kujdeset për namazin me xhamat. Munafiqët, hipokritët mungonin, nuk e falin namazin me xhamat. Nësa besimtari i mirë kujdeset që të falë namazin rregullisht me xhamat. Namazet më të rënda për munafiqët që ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith ishin namazi i Yasinit dhe namazi i sabahut. Kështu që një nga veprat e munafikëve, një nga problemet është lënia e namazit me xhamat. Nuk themi që çdo musliman që lën namazin me xhamat është hipokrit, jo, s'është ky qëllimi. Por kjo është një nga veprat, një nga cilësitë e munafikëve dhe kjo tregon dobësi. Sikurse kuptohet nga hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ai që vazhdon me vepra të mira është i pastër pra nga hipokrizia. Gjithashtu ai që do të vazhdojë me vepra të mira do ketë përfundim të mirë. Sa Allahu thotë: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ata që janë përpjekur me vepra të mira, ne do t'i udhëzojmë në rrugët tona. Allahu do t'i mbajë në të vërtetën, do t'i forcojë dhe do të mundsojë atyre që të përfundojnë mirë dhe njerëzit ditën e gjykimit do të ubohen ashtu siç përfundojnë. Kush përfundon i mirë dhe i devotshëm do të jetë me njerëzit e mirë, kush përfundon si i keq do konsiderohet ditën e gjykimit si njeri i keq, ubohet me të këqij dhe përfundon në zjarrin e xhehenemit. Gjithashtu ata të cilët vazhdojnë me vepra të mira do të jenë në hijen e arshit të Allahut të lartësuar në ditën e gjykimit. Profeti ka përmendur 7 kategoritë e njerëzve që do të jenë në hijen e arshit të Allahut të lartësuar dhe një prej tyre është njëri që ka lidhur zemrën me xhamin, domethënë që rregullisht shkon në xhami, fal namazin në xhami, dhe një njeri që rritet duke i bërë ibadet Allahut të lartësuar dhe kuptohet që vazhdon me adhurimin e Allahut të lartësuar derisa të vdes. Kështu duhet vazhdojmë me këtë. Kemi mirësi të shumta në falen mëkatet. Kush fal 5 namazë rregullisht, i falen gjunahet sipas një hadithit të profetit sallallahu alaihi wasallam, madje disa haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam.